Në organizim të shoqatës së historianëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në qytetin e Kërçovës u shënua 620 vjetori i lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe sekretari i parë i ambasadës së Shqipërisë në Shkup, Aldo Kelmenti, i cili ndër të tjera tha se figura e Skënderbeut është një pikë kthese kombëtare. Jeta dhe vepra e Skënderbeut ka shënuar një pikë kthese në forcimin e ndërgjegjes sonë kombëtare. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është kujtesa jonë kolektive, forca jonë e brendshme, flamuri ynë në kohë stuhie. Endaj të gjithë së bashku i themi, gëzuar ditëlindjen heroi kombit. Me kumtesën Arbëria deri në pushtimin Osman para të pranishmive u paraqit historiani Dardan Emini. Me kushtet e krijuara nga pushtimet e huaja, truari arbëror vazhdoi me qëndrueshmërinë e identitetit etnik që ishte premisë për formimin e një shteti të pavarur. Në fund të shekullit të 12, rreth 14 bashkësi krahinore të trevës së Shqipërisë së sotme formuan formacionin e parë politik arbëror me kryeqytet Kruja, të udhëhequr nga Progoni. Marrëdhëniet feudale shtrihen në krahinat e ulta begretare, njëkohësisht edhe në trevat e mbrëmshme malore. Durrësi në qytet që në shekullin e 14 numëronte rreth 25.000 banor, ndërkaq vihet e re edhe zhvillimi i qyteteve të tjera, si Shkodra, Tivari, Drishti, Berati, Ulqini, Ohri dhe Dibra. Me kumtesën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, figure shquar shqiptare e historisë sonë kombëtare, u paraqit historiani profesor doktor Nebi Dervishi. Flamuri i Kastriotëve që Skënderbeu e kishte çuar nga fitore në fitore, u bë flamuri i kombëtar dhe i udhëhoqi shqiptarët në për periudha historike më të vështira dhe në përvejteje të përgjashme deri në ditën e shënuar pranërisë të 8 nëntor 1918. Dhe krejt në fund, tradita e luftës së madhe popullore, fryma e luftës së pamposhtë të shekullit të 15, nuk u shua kur dhe nuk mund të shuhet në popullin që e lindi. Skënderbeu pati shumë shokë trima të frymzuar nga ai, të cilët luftuan e qëndruan të patundur si burrat të vërtetë. Ndërsa mbi origjinën e Kastriotëve foli profesor doktor Ilmi Veliu. Pra, Vojsava ka qenë e vetmja bij e Gërgurit, dhe Gërguri, kur ja jep vajzën Gjon Kastriotit, ja jep me gjithë krahin, pra me gjithë pollogën, se s'ka pas djalë, edhe ajo është shkaku që teritoret e Kastriotit zgjerohen dhe vazhdojnë deri në hymje të Shkupit. Dhe Vojsava ka qenë nëna e Skënderbeut. Për rëndësinë historike të epokës skënderbegiane foli historiani Adhurim Kolari. Gjergj Kastrioti Skënderbeu personifikon një epokë të tërë të historisë kombëtare që mori emrin e tij, e cila në udhëheqjen e tij u ngrit në një shkallë të lartë e të organizuar, e zhvilloi dhe forcoi vetëdijen kombëtare. Shteti arbëror i krijuar nga Skënderbeu me pushtet të përqendruar, pavarësisht se pati një shtrirje territoriale të kufizuar, pati karakterin e një shteti kombëtar për faktin se u udhëhoq nga prirja për një shtet të centralizuar dhe për të përfshirë në kufijtë e tij trojet shqiptare. Mbi betejat e Skënderbeut në Pollok dhe marrëveshjen e Shkupit foli profesor doktor Besnik Rameti. Mirë po, në të njëjtën periudhë kur Fati Mehmeti i dytë kishte angazhuar në maj të vitit 1453, kishte pushtuar Konstantinopolit, në njëjtën kohë e ka detyruar në mënyrë strategjike Perandorinë Osmane, ushtria e Skënderbeut edhe në betejën e parë të vitit 1452 për të ndërprerë Hovin,
por duke ruajtur pozicionet strategjike të territorit që kanë qenë nën sundimin e Kastriotëve dhe principatave tjera shqiptare të unifikuar kundër pushtimit apo kundër sundimit të perandorisë osmane. Vlerësuar nga kumtesat e historianëve, në fund u konkludua se si përfundim, konstatojmë se historia e Skënderbeut nuk është thjesht një kapitull i lavdishëm i së kaluarës, por një burim i përhershëm frymëzimi për të tashmen dhe të ardhmen. Nga ajo duhet të mësojmë të jemi të bashkuar, të qëndrojmë të fortë përballë sfidave, të duam njëri tjetrin dhe vendin tonë në mënyrë që të ruajmë me krenarit tokën dhe identitetin tonë kombëtar.